Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje, qyshu kam? Se gati kesh 2 pa njësonte live, sepse Instagrami diçka donte për shkak që e kom atë blaue haken, mu dash me siguru diçka accountin. Mirëmbrëma, mirë se erdhet në profilin tim, mirëmbrëma që jemi sonte përsëri këtu edhe për këtë 7 ditore sfiden, sonte po e përfundojmë. Përshëndetje Rezarta, Feride, mirëmbrëma edhe për ty, faleminderit shumë, Enkelejda mirë se erdhe, a jeni mirë, qysh keni kalu sot, përshëndetje. Sa shpejt shkon koha, edhe gjithë shka mbaron shumë shpejt, për që kjo është një arsye që duhet me dasht jetën pa mos. Me u bo rafsh që shtojmë na, rafsh, tinën këtë vesh, qitën atë veshin tjetër, sepse për Zotin, kur i bon disa vjetë, thu, o Zot, pse po manin ka shumë. A jeni mirë, qysh keni kalu këto 7 ditë, hajtë tregom një pak që ka moret me veti. A moret me veti diçka, apo jo, nëse reflektojmë pak rreth këtyne 7 ditëve, çka mundeni me tregu, edhe pse ndoshta disa për juve janë paga shumë në këtë rrugtim, janë në këtë fush, me zhvillimin shpirtëror, unë kam qenë me ma shumë zhvillim shpirtëror, se sa zhvillim personal, sepse vërtet është zhvillim shpirtëror, është shpirtëror, sepse na kur zhvillohemi kthehemi tek shpirti janë. Dudi, përshëndetje dashur, Avdi Metaj, përshëndetje edhe për ty, Blendina mirë se erdhe, edhe kam pas disa pyetje, kanë shkru disa persona live që live po mendoj kështon, kanë bu pyetje në DM, edhe shoh vërtet jom të e ndjetë të shumë njerëz është një rëmuj e tërë në kokën e tyre, edhe energjia është bo kështu sikur lamsh. Edhe bëhet energjia lamsh edhe bëhen pak jartu e thom prap, edhe do ta thom prap, për me u kjartësu edhe më smuni ju si lamsh mrena vetes, mundohuni që ato informacionet që i merrni, mundohuni sa ma shumë me njëherë me i fut në praktik. Sepse kur nuk i praktikojmë sanet, ti ndëgjon një informacion prej meje, ndëgjon një informacion prej dikujt tjetër, ndëgjon një informacion prej dikujt tjetër. Tash do më thonë ke marrë qaq shumë informacione, që po kur se vendosë në praktik, atëherë ti bosh sikur me një farë mënyrë je krejt kohën kështu, në këtë mënyrë, ati besoj që ti, ati besoj që ti. Përshëndetje, Florinda, Argonita, mirë se erdhe gjithë, edhe faleminderit që më përcjellni, faleminderit që doni me bashkëpunu, shumë faleminderit për Zotin. Edhe pra vetëm çka na duhet neve është thjesht qartësia, sa më shumë ju me u qartësu. Prej kujt po e marr informacionin, unë jo pse dal vet foli, edhe nuk dua absolut as kont me bind që me mbesu mu, po thjesht merre informacionin, vendosën praktik. Gjithçka, do më thonë, si prej meje, si prej dikuj tjetër. Sepse kur po marr mesazhe tilla që meditojnë, e bojnë këto, e bojnë ato, edhe prap janë aq rëmuj mana vetes, unë e thom që mas miri është hiç mos e ndëgjoni mu, absolut hiç, veç ndëgjone shpirtin e juve. Edhe këto po ja u thom në bazë prap të eksperiencës tam. Sepse
e shoh zhvillimin në jetën time, e shoh përparësitë e mia, i shoh do të thonë që është gjithë shka, që kur ti e ndëgjon zemrën tënde, edhe ndëgjon intuitën tënde, ti kur s'ki me gabu. Kur s'ki me gabu, as kur nuk ka nevoj me qenë imvorën nga dikush. Absolut heq. Dhe ishta me ditë, këta që mirën me spiritualitet, a kanë gjasa të sëmurën dhe a munden të manifestojmë gjinin gjatë shtatzanisë. Dëgjo, unë sa herë që e kom thonë këto, na si njerëz do më thonë, Zoti vërtet na i ka dhënë gjitha instrumentet që mundemi me i përdor për me kriju jetën që e meritojmë, na thjesht e meritojmë. Sepse për vedia, na kur ti mbyllim syt për shembull, jemi komplet hapësir, aty s'ka limite. Edhe për shembull, unë shumë shpesh ju thom njerëzve për me kuptu që gjithçka është pa limit, ti veç shiqoje qiellin. Shiqoje qiellin, është komplet pa limite. Domethënë sa më lart që shkon, a ka diçka fund? Nuk ka fund. Na veç nga kjo mënyrë, domethënë gjithçka është pa limit. Vedia është e pa limitueshme. Nëse e pyesim për shembull vedien, a moj me mri qëto, vedia thot, krejta mundesh mi arrit. Krejta mundesh në fakt mi arrit. Amo është gjithmonë mendja që njerin e stopon. Tash për shembull, unë e kom spjegu, që se kam moto, ju kam spjegu, nuk e di për shembull, Argonita, a i ke pa ato live të përparshme që i kom pas, që gjithçka është energji, është frekuencë, edhe shumë njerëz ende janë shumë ndyshim që sa i përket energjisë. Por përderi sa dyshoni, në energjin vërtet keni me pas gjithmonë ndoshta ballafaqime. A dini si tham, asi të marrë në thu gjatë jetës, përderi sa nuk besoni në energji. Energjia është vetë fryma. A keni pas sa jemi gjallë, për shembull, jemi të nxehtë, komplet trupi është i nxehtë. Në momentin që del fryma e fundit, nuk e di a ju ka rënë ndonjëherë me prek një person të vdekun. Është vetëm trupi, materia, jetë, si del energjia prej trupit, trupi është okull. Edhe bile thuhet, hallo, Latoya, wie geht's dir? Hi, schön dich hier zu sehen. Also, zu lesen. Ich grüße dich, meine Liebe. Und du machst es auch ganz, ganz gut. Danke dir, vielen Dank. Auch eine wunderbare Frau, die sich sehr, sehr mit dem gesunden Spiritualität sich beschäftigt. Ach, mein Hochdeutsch. Mein Hochdeutsch. Ich grüße dich wirklich ganz herzlich. Und ein Live zusammen wäre wieder okay. Was meinst du dazu? Ich bin offen. Okay. Përshëndetje Albana. Atëherë po vazhdojmë. Kjo është një shoqe, ich liebe es auch wirklich. Aber wirklich, wenn du dabei wärst, wir können gern wieder mal was abmachen. Du weißt ja, was das für ein Gefühl es ist. Meine Liebe, ich spreche hier über das Bewusstsein, über Astrologie, Energie, ja, so halt. Und wir gehen halt raus mit dem Content. So viel wie möglich, so viel wie möglich. Okay. Ja, bitte. Atë po vazhdojmë. Pra për vetë dijen nuk ka limite, nuk ka, është gjithçka e mundshme. Se ishte pyetja
se asmuren edhe njerëzit që merren me spiritualitet. Nëse se edhe spiritualiteti mundet me qenë toksik. Edhe këto jam duke e thonë në bazë prap të eksperiencës edhe në bazë prap të njerëzve që janë duke e praktiku spiritualitetin në mënyrë të detyrueshme. E unë këto e thonë çdo herë. Asnjë gjë mos bëni në mënyrë detyrueshme. Okej? Asnjë gjë. Çka do që bëhet në mënyrë detyrueshme ty ka me të marrë energji. Për shembull, ushqimi normal që është i domosdoshëm për trupin tonë, për shëndetin tonë. Nëse e teprojmë me ushqim, normal që s'ka me të bëjë mirë. Nëse e teprojmë edhe me pozitivitet, normal që s'ka me të bëjë mirë. Do të thonë, gjithmonë mos harroni këto. Jemi një botë dualiteti, na duhet e mira, na duhet e këqija. Pa qenë e keqja na të mirë nuk mundem me vlerësu. Gjithmonë kjo pjesa që është më e vështirë, pjesa që ballavaçohemi na për shembull me sfidat ndryshme. Çish dojmë na me u kriju, çish dojmë na me u zhvillu, çish dojmë na me u bë të fortë. Edhe që ke shtu e spjegu për shembull sa i përket energjisë. Pra pse duhet na me besu energjisë? Sepse thjesht jemi energji. Na jemi mësuar na njerëzit me pa vetëm pjesën e jashtme. Po na normal që në organizëm edhe ato grimcat e vogël të energjisë, sepse kur e kanë konstatu, kur e kanë marrë energjinë, domethënë kanë hinë në përporet e njeriut, ma fellë, në për gjak, në për damar, në për misht njerit, në për muskuj, në për nerva, në për kanë shku deri te qelizat, mas qelizave vjen drita, vjen domethënë energji, s'ka ku gjë tjetër, është thjesht dashuri. E që kjo është energjia, është pra që kjo nxehtësia në trup që e kemi na. Edhe që është thash ma heret, kur vdes njeriu, bot akull i ftoft. Pse? Pse ftofet ai? Pse? Sepse energjia ka dalë nga i trup. Domethënë na jemi energji në materje. Energjia kur nuk zhduket. Trupi është tokë. Edhe kaq. Edhe tani. Apo e shifti se sa ka ndikim. Tani kjo energji, kjo matet me frekuenca. Tash ti për shembull kur je i vetëdijshëm ndaj energjisë tënde, ndaj vetdijes tënde, ndaj vlerës së fjalëve tua, ti e din që çdo fjalë që flitet. Për shembull, kur të dëgjoni mua që flas për të vërtetën, që flas për thelbin, që flasim për gjatë gjithë kohës për vetdijen e lartë, që flasim për me u rrit, për me u zhvillu, për diçka më të mirë, a ndihemi më mirë? Po nëse flas unë çtash ty ta lëshoj një film horror ose të lëshoj lajme negative, a ki me u ndi më mirë? Po. Pse? Pse ndihesh më mirë ose më keq? Sepse janë frekuencat, pra. Thjesht janë ato që kanë ndikim në ty. Asnjë gjë tjetër. Edhe tashtit, me këtë energji, njerëzit që janë vetëdijshëm, nuk po e quaj tashtit vërtet vetëm njerëz spiritual, por në përgjithësi njerëzit që janë vetëdijshëm, edhe dinë me menaxhu energjinë e tyre, e dinë si të flasin, e dinë si të mendojnë, e dinë si të ndjejnë, edhe e dinë ku me dërgu vëmendjen, e ku mos me dërgu vëmendjen, pra me vetëdijen e plot, atë normal që nuk smuresh. Normal që jeti komplet ndryshe. Për shembull, kur ka qenë koha e koronës, unë për veti, personalisht, me mendimet e mia, vërtet e kam, për Zotin e madh, e kom kriju edhe e kom menaxhu gjatë gjithë kohës procesin e koronës që e para, i ka ardhur puna qashtu që ku marrë certifikatën që ku pas drejt me hi pothuajse në çdo restoran. Masandej unë nuk ku marrë vakcinë. As nuk i kom besu fare koronës. E në fundit, në fakt jam infektu me koronë që unë nuk ku mujt me besu, mu ka dok ma shumë se një farloj manipulimi. Do më thonë jam testu, kom dalë pozitiv me koronë, po unë as një lloj simptomi nuk e kom pas koronës. Absolut hiq. E pse? Sepse energjia, frekuenca, sa ma shumë që ti ki mu frigu për diçkafit,
aq më shumë komentar. Po sa më shumë që nuk jep vëmendje, thjesht aq më shumë zhduket. Sa më shumë jep vëmendje, sigurisht ju ka ra puna dhe juve, që ato që s'don me të ndodh, që ato që nuk don me të ndodh, që ajo ka me të ndodh, se ti jetu e mendu që ato më shumë, pra jetu e dërgu që ato energji, jetu e dërgu, ti një farë mënyrë jetu e thonë hajde, se ty po du. Për shembull, shumica njerëzve pse kanë problem me financa, sepse kanë çdo krejt kohën vëmendjen tek paret, e mungesa e pareve. Edhe tash domethënë vetia është ajo që është pa limite, mendja është çdo herë e bazuar në strukturën psikologjike, në programe. Edhe mendja çdo herë thot, kur të mësojsh mirë, edhe e kupton mirë, domethënë kur të shkojsh vërtet në thel, me shumë lehtësi ki me mujt me bo dallimin që ky mendim është nga vedia, nga vetja ime e lartë, apo që ky mendim është kanë vjen thjesht nga mendja, nga struktura psikologjike, domethënë nga programet e tua që t'janë dhënë deri tani. Edhe për çata edhe meditimin e fundit që e kum bo me veten tonë të ardhshme, e kum bo sepse na njerëzit permanent e krijojmë të ardhmen tonë në bazë të kaluaris. Si t'hish në mendime, ti veç nuk je në kohën prezent. Edhe në qëtë mënyrë domethënë edhe smuremi, edhe shërohemi. Pra, nëse ti që gjithë kohës je duke mendu diçka negative, normal se që ajo ka me tonë. Tash nuk duhet njeri mu me pas edhe frikë. Nuk është mirë me u frigu, sepse ose s'ki nevojë as me u frigu, sepse ti kur e din që me mendimet e tua edhe mi mbrëma Anisa dhe Anisa më përzijin shumë. Zemër, unë e ti shpresoj të takohemi shumë shpejt. E kështu njerëz dashun, kështu që dërgojeni fokusin aty ku ju doni, aty ku ju vetë rriteni. Edhe na normal që kemi me u testu gjatë gjithë kohës me sfidat ndryshme, po ato janë thjesht teste. E di që nuk janë të lehta, po e di që gjithçka është e arritshme, por që ju thash edhe pak më herët, asnjë gjë mos e bani mundësisht me zor. Sepse sa herë që e bani me zor, ju jeni duke punu kundër vetes juve, kundër energjisë juve. E energjia juve, unë prapë po e them, në bazë të eksperiencave të mia për Zotin e Madh, gjithçka që e jetoj vetë. Aq shumë ndjeki energjinë. Energjia është pra ajo. Kjo është shpirti jot, shpirti i i secilit. E din shumë mirë se ka me shku dhe ka me udhëtu, edhe e din shumë mirë se për çfarë ka ardhur këtë jetë. E din shumë mirë. Amo na me mendimet tona shkojmë çdo herë rrugës gabueshme, në vend që me shku rrugës duhur. Ku mundesh ti me di që të shku rrugës duhur, a rrugës gabueshme, thjesht e din sepse aty ku është rruga jote, që është e përcaktuar për ty, aty ti kime marrë veç energji, kime marrë dashuri, kime ndi veten çdo herë mirë. Rrugës gabuar, nëse je duke shku, çdo herë kime një lodhje, kime një raskapitje, edhe s'kime qenë, të më thonë, kur në atë nivelin e energjisë që është normal të takon. Falenderit, Anisa, falenderit, e di shumë mirë në që ti i vlerëson këto mësimet e mia shumë, për atë arsye je edhe këto. Në fillim të sfidës, ka pas ma shumë njerëz që kanë marrë pjesë, dhe tani nga fundi shumë e pak njerëz. Edhe kjo vërtet tregon se sa njerëz sinqerisht duan me ndryshu jetën e vet. Edhe kjo prap tregon që shumë njerëz duan me ndryshu jetën e vet, po nuk janë të gatshëm ende, edhe pse e dinë si funksionon, edhe pse po prap domethënë janë në ato farë rrjetat e marimongave,
Për që ata, unë për Zotin e madh, jom shumë e drejt, kom qef shumë me qenë e drejt, nuk ndjej shumë dëmshori të madhe ndaj njerëzve që nuk janë edhe mirë, edhe ndoshta ballafaqohen me shumë gjona në jetën e tyre, sepse e di që mundësit i kanë për gjithë shka me ndryshu jetën e tyre, po prap janë ende shumë të mbyllur. Kanë vendosë për shembull ma shumë me shiqu video të kota, kështu që atëherë është e drejtë se cilit. Faleminderit Majli, edhe ty, edhe ti je shumë një grua e vyer, edhe vërtet e di që punon shumë me veten, shumë mirë. Unë ju më thonë edhe ma përpara, edhe po ju thonë prap, jo veç unë që dalë flas këtu, ka edhe tjerë që flasin për vetdijen, po edhe sa ma shumë le të bëhen. Secili prej juve dilni edhe folni, se bota ka nevojë ma shumë se kur. Përderisa njerëzit janë ende në këto ciklet e mendimeve, ka me pas luftra, ka me pas probleme financiare, ka me pas njerëzit problemet ndryshme. Pse? Se kolektiv krejt bota janë në këto frekuencat, do më thonë, e ulta, janë në munges edhe janë komplet në mendje. Tani na me që vetdijen, që flasim për këto, me qëtë kontent, na veç në qëtë mënyrë i ndihmojmë edhe botës, i ndihmojmë edhe njerëzve për rreti, edhe familjarëve, edhe kojshis, edhe shoqnis, edhe familjes tonë, edhe krejt, por natyrisht njëherë prej të janis prej vetes, prej një personi. Unë e dalë flas para juve, ju delni folni para tjerve, vetëm që të mënyrë na mundë me ndryshu diçka. Edhe 1 milion herë këmë thonë edhe po e thonë prap, kemi na hapet i TikTokin veç budallaki me po aty. Ku do me shku më rezot kjo botë? Pse për shembull, shumica e prindve frigohen mi alon fëmijësve telefonin dorë. Pse? Nuk është telefoni vetë i rrezikshëm. Nuk është telefoni vetë që s'është i mirë. Po në telefon ka material keq e ma të keq. Të keq e ma të keq. Se vërtet, kur flasin për vetdije, ata persona do shmë shku me lyp me i kërku. Amo këta që dalin pa piken e vetdijes, edhe që edhe çuditërisht, jo çuditërisht, po pikërisht këta njerëz janë më të suksesshëm, kanë më shumë like, kanë më shumë ndjeksa në profilin e tyre. Pse? Sepse kjo tregon që bota në përgjithësi, pothuajse se njerëzit janë sipërfaqësor. Ata nuk dojnë as më konfrontu me të vërtetën. Sot njerëzit janë të dashur veç budallakina. Pra, pse tutna unë mi alon fëmijës tam telefonin dorë? Pse? Sepse e di që aty ka mos vet hiq. Material mos vet hiq. E tashit na që flasim për vetdije, që i mëson dikuj që shme ndryshu jetën, pse mos me dalë ma shumë? Duhet me dalë ma shumë. Sa ma shumë, bile. Sa ma shumë. Sepse e di që njerëzit krahazojnë, i kam dëgju për shembull të thonë, dule edhe një mentor, jënë bo shumë mentor, jënë bo shumë trajnera, po le të bohen, ma mje shumë trajnera, ma mje shumë mentor, se sa për shembull, e dini edhe ju vetë për çka e kom fjalën. E dini edhe ju vetë. Pra, qatë shumë material ki në telefona, sot që ki frik me adhlon fëmijës ton telefonin në dorë. E kjo është vërtet shumë mërzisht. Keni ndonjë pyetje? Apo nuk keni? Unë e kom përgadit sonte një meditim. Deri sonte kom boj hipnoza, sonte e kom përgadit një meditim që nuk zgjat shumë pak, por që vërtet është mjaft efektiv. Është një metodë që të mësojmë, ta shiqojmë jetën nga një perspektiv tjetër. Sepse
na njerëzit për shembull, kur e kemi një problem, qash shumë fokusohem qatë problem, që jeta çka hec, domethënë, kështu, për skajt neve, na as që e perceptojmë. Domethënë, ajo jetë neve na shkon huq. As nuk jemi të vetëdijshëm që jemi duke jetu, sepse krejt vëmendjen e kemi kështu. Na shohim veç drejt, nuk shohim asonash, as në majt, as në djallë. Edhe, domethënë, jemi komplet largum nga vetja jonë vërtet, e krijojmë problemin e bojmë edhe më shumë, edhe kur nuk vijnë të zgjidhja. Në këtë mënyrë, nëse na për shembull e kemi krejt kohën dhe mendjen veç te problemi. E që ky meditim ju ndihmon që çet problem që keni për momentin, jo problem, po domethënë çdo sfidë, çdo shqetësim, çdo pakjartësi, ky meditim ju ndihmon me shiqu që nuk është qaq i keq që she vlerësojmë na, edhe nuk është qaq i rrezikshëm ndoshta që she shohim na, edhe me mësu, edhe me pa që janë çdo herë mendimet tona edhe vlerësimet që i bëjmë na. Për shembull, e shoh shumica e njerëzve sa kanë frikë prej marimongës. Marimonga, unë personalisht, marimonga i mojnë qështu në dur, edhe bile për mu sa ma e madhe që tjetë, aq ma mirë është. Po, tash gjarpit nuk i du, ma përpara jam shashtris për tyne, tash nuk i kam shumë ndert, po nuk i du, si kur marimongat për shembull, se kam ndert heq. Pse? Sepse më varet krejt që she vlerësojmë na, qashtu na duket. Edhe në bazë vlerësimit, masanaj krijohet bindja. Okej? Pra në këtë mënyrë, e keni pa se thuhet, për shembull, ka njerëz që kanë problemin që kaq, po janë qaq pozitiv ata njerëz, edhe ai problem në fakt ju duket që kaq. Ose për shembull, ka njerëz që kanë një problem që kaq, po dikush që është shumë negative dhe i dramatizon sanet, e problemi duket që kaq. Ose qështu që. A përshef që do më thonë ma shumë është krejt lunë rol si vlerësojmë në sanet. Edhe sa vëmendje jepim, sa ma pak vëmendje, sa ma pak vlerësim, aq ma shumë zbehet. Zbehet situata, zbehet do më thonë problemi, shqetësimi, pakjartësia, pa marrë parasysh se çka kemi në jetën tonë. Edhe kur zbehet ajo, edhe mendimi vet vjen duke u rregullu. Kur ndryshon mendimi, ndryshon edhe emocioni, edhe automatikisht vjen edhe zgjidhja. E që ky meditim, ky është vërtet një meditim, ndihmon po pikërisht për çdo që thjesht me pa që nuk kemi na mendimet tona. Edhe nuk është asnjë gjë vërtet që she vlerësojmë na. Edhe thjesht me kuptu që çka do që na ndodh, e para e ke tërheq vet, e dyta është për me të shëru ty, edhe e treta është thjesht me të bëma të fortë. Okej. A keni ndonjë pyetje, njerëz dashur, apo s'keni, se për Zotin e madh unë nuk e kam problem me hin live, po e kam pak problem se po më duket që më këtë vol këtë kohë me veti. A keni ndonjë pyetje? Apo e keni krejt qartë? Edhe për sfiden hiç shumë nuk më keni dhënë mesazhe që jeni ndi, çka ka ndryshuar juve, a keni ndryshuar pak energjetikisht, me mendime, me emocione, a jeni përmbajt heq, apo s'u keni përmbajt heq, sa kilogrami keni hub. Në Kelejda, ti më duket ke marrë krejt life-in pjesë, apo? Apo më duket se pak i mojnë man emrat e njerëzve, po ju bash krejt. A keni me shku diçka, s'keni? A
ke mujt me ju përmbajt krejt sfides a ju? Se e di që edhe me dieta, kështu edhe me dieta, sa kilogrami kemi up. Po më intereson vërtet me di sa kilogrami keni up. Se apo e shefive se përpamjen e jashtme shumë mundohem sa dietat i mojmë, sa gjanat i blejmë, sa shake, sa protein, sa këto, sa ato, hajmë, shëndeqem, e gjithë shka bojmë, ama mendje une nuk po thonë për krejt. Une po flasë tash e do më thonë qysh funksionon paka shumë sistemi sotëm, se une di që krejt ju këtu që keni marrë pjesë jeni të vetëdijshëm. Edhe di që e kuptoni shumë mirë, po qëre, edhe kur dalim na me fol, për vetë besimin, për vetë dijen, dijeni që unë për vetë nuk po dalë thjesht me fol, me dhonë gjdo ditë ligjërata. Po kjo është sikur me hongër buk, sikur me pi ujna dut, me dalë, me fol sa ma shumë për qitim. Sa ma shumë. Sepse na jemi njerëz edhe sistemi jonë, truni jonë, mendja jonë, çdo ditë kthehen të kaluben. Çdo ditë vetja jonë e vjetër na ngrej mbrapa. Për çata duhet me fol. Jo çdo herë diçka të re patjetër. Ama sa ma shumë që folim, sa ma fellë si him, aq ma shumë e ndryshojmë stilin e jetës. Aq ma shumë e ndreqim peshen. Kuraj se nuk keshtu se me jup mazar. Fride, ti e mirë shumë. Përshëndetje, dashur, unë kam një pyetje, qysh me kuptu kur ti mendon se mundesh. Shumë gjana e s'din me vendosë se cilën se baj asnjë. A e din qysh mundesh mas mire me kuptu? Unë kam një pyetje qysh me kuptu kur ti mendon se mundesh, shumë nuk dush me mendu hiq, fare me mendu vetëm. Për shembull, e ki një vizion, okay? Edhe tash ti për qatë vizion dush me bo diçka. Hiq po s'bon, as mos mundon me pyet veten, se pyetja, si t'ja bësh vetis, pyetjen, ti shkon e lyp prap në mendjen tënde, e mendja kur s'mundet më të përgjigj. Prej mendjes kur s'ki përgjigje. Përgjigjen e merr vetëm prej ndjenjes, prej intuitës tënde. Për shembull, e ki një vizion. S'po di tash për shembulli me të marr. Edhe ti në fakt normal duhesh me bo një telefon, duhesh me kontaktu dikon. Edhe tash për shembull shpirti yt e din sakt ku duhesh më shku për Zotin e Madh. Amo na mundem me kuptu këta veç kur të shlirohem prej mendjes, kur shkputemi nga mendja. Mendja është e ngjitne për emocionin. E kur mësojmë na, kur flasim për vetdijen, na mundem me rrit në qëtë mes qëti nivelit, mes vetdijes edhe mes mendjes, mes emocionit, mes mendjes. Edhe aty e din ti, aha, okay, që kjo pas ka qenë mendim, emocioni është diçka tjetër. Do më thonë, ajo ndjenja. Edhe tash për shembull që tash e kini vizion, edhe tash ti e din që duhesh me thirr dikon telefon, e din që ndoshta duhesh me shku personalisht, me bu diçka. Edhe te unë për shembull ndodh gjithmonë kështu. Unë nuk e detyroj veten sot për shembull kam e kryer një punë, thirrën telefon se duhesh, nuk duhesh. Duhesh me prit momentin, edhe me kuptu gjuhën e trupit, edhe me kuptu ndjenjen tënde, kur është kam vjen që tash një dashuri me bu. Edhe që atëherë mos e naltani me mendim. Se për shembull, unë për shembull, po di konkret çfarë shembulli me ta dhënë që tash. Është sa ma shumë që him e punojmë me egon, sa ma shumë e kuptojmë kur është që ke mendim i shëndetshëm, kur s'është i shëndetshëm, se na mendjen duhet me posë, pa e posë edhe mendjen, na nuk dim kur duhet me marrë dikon me thirrën telefon. Po duhesh me ditë kur është ka të vjen me thirrën telefon se duhesh prej zorit,
Po kur është ka të vjen intuitivisht, sepse po e ndjen. E ta është qëtu është problemi, se shumë njerëz për shembull i vjen dëshira nga thelbi për shembull, e zonë të mbajnë që këto çuthere, atë vjen ego, tak ta bën jamër më se therë se ku me dit. E ta është ti këtu proja limiton vetin. E që këto duhet, sinqerisht po thonë, nuk mundesh me kuptu që ka shpejt, sepse duhet pak si fill me hi edhe me analizu. Dhe zemër po tregoj shumë drejt, une që 6 muj, kështu, ju më thonë edhe njëherë që 3 orë në dit i mësoj për qëtu. Që 6 muj pa unalje që jam në shkollë, dhe më dhënë shkollën e astrologjisë edhe që punoj me energji trupit, ka 3 orë gjdo dit që 6 muj jam, edhe adini sa 56% komojt me arrit deri tashit me shiku, edhe me mësu, edhe me studiu. Është vërtet, kur flasim që shto, do këtë shumë e litë. Amo për me mujt me kuptu në detaje, me ditë sakt, kur po më flet ego, kur po flet vedia, kur është intuita, kur dallon intuita prej emocionit, ku është energjia në pyetje, është energji mashkullore, është energji femrore, me cilin njet tanisi, është vërtet pak shumë punë. E di që ka shumë punë, edhe e di që as një mentor tjetër nuk mundet më të adhon krejt dijen që ka duhesh me pos për me arrit në atë nivelin sakt se ku do ti. Po sa ma shumë që flasim, sa ma shumë që përsëritim, për që atë arsye po thamë, mos i hupni qëto mësime se janë vërtet pasuri totale. Okej, inshallah mujta me të përgjit paka shumë, se di që kisha mujt me të fol hala shumë ma gjatë për këto. Unë kam një pyetje, nuk mund të fle në krahun e djathtë, sepse kam dhimbje. Pastaj kur zgjohem kam dhimbje në gjithë anën e djathtë. Nuk mundesh me flejt në krahun e djathtë, sepse ke dhimbje. Pastaj kur zgjohesh kam dhimbje në gjithë anën e djathtë. Violeta, a e kontrollon jetën shumë? Përgjigj më të lutem, se bashkë po më intereson. A mendon shumë edhe a mundohesh me kontrollu gjithçka? Se kjo tregon që ti je komplet në energjinë mashkullore. Ose e ke ndonjë konflikt në familje. Mundet me qenë me prindrit, mundet me qenë me dikon të familjes. Ndoshta nga ana e babës. Mundesh me më përgjigj. Por sidomos është shumë e mundshme që vërtet je shumë në energjinë mashkullore. Po dhe kam parë ndryshime dhe jam ma e qetë. Shumë mirë. Emke Lejda veç vazhdo për Zotin e Madh, sepse që ju kom thonë, truni janë krijon neurone të reja, krijon lidhje neurone, se me gjuhën e shkencës nuk jam bashmirë, po me rëndësi jeni të e kuptu sinapsen. Janë ato që nga rrymat, nga mendimet, krijon rrugë të reja në trunin tonë. Sa ma shumë që e mendon të një fatkeqësi, aq ma shumë ka me t'hinë që ajo në gjak. Sa ma shumë që mendon diçka e mirë, aq ma shumë ka me t'u kriju qaj sistem në trunin tonë. Kjo tregon që ti boshim varën për qëto, prej qasaj. Më thonë që ato që e mendon mas shumë ti, sepse krijohesh qaj person. Që ato që kime mendu mas shumë ti, si për mirë, si për keq, ti qaj person kime u kriju. E krijon një farë varësie, do më thonë, në mendimet e tua. Sot për mua ka qenë një ditë shumë me energji të rëndë, arrita kuptoj energjinë e tëndës pozitiv me umbro. Është krejt normale edhe mos me qenë çdo ditë me energji të lartë. As unë s'jam me energji të lartë çdo ditë, edhe kush thot unë jam çdo ditë me energji të lartë, rran. Nuk është e mundshme se
A është dielli çdo ditë? Nuk është. Koha brenda ditës ndryshon 3-4 herë. Mëngjes ndoshta është një shi i madh, ndrek del dielli. Ma vonë heket dielli, i ki ato vronësirat, dikur ndoshta del prap dielli, domethënë gjithmonë ka lëvizje dhe natyra. Ka fryma të mëdha, ka breshër, e gjitha këto, edhe na njerëzit jemi normal, njëjtë mënyrë funksionojmë edhe na. Çka duhet me bo? Thjesht me pranu, okay, për momentin jam në energji tult. Që je në energji tult, nuk ka lidhje që je në energji tult. Dush me kuptu, a jetuja ul vetës energjin me mendimet të tepërta, edhe këtu vjen domethënë dallimi, a jetuja ul energjin tonë sepse je krejt kohën në mendime. Sa herë që jeni në mendime, jeni në mungesë, nuk jenë frekuencat larta. E tani kjo nëse zgjat për shembull me orë të tëra, ose për shembull ndoshta edhe me ditë, atëherë normal që të bjen energjia, atëherë gjithmonë ka me tra energjia, ka me tra derisa të ndish lodhje edhe derisa të bjen imuniteti. Po kur e kupton që thjesht edhe pse të karo energjia, okay, është një proces, është një natyrë. Para mendo si që tash për momentin ki asi rene për mendjen tonde, do thoni ki ato vronësirat, edhe ndoshta është ka bjen shi, është okay, leje. Po thjesht mos qëndro gjatë në ato mendime negative, merru pak me veten, jepi vetes dashuri, shiqo qysh me ngrit energjin, bon diçka për veti, rregulloj flokt, shpin kohu pak, bëje një tush, vesh rroba të mira, sidomos me rroba. A dini sa mundem me ndryshu energjin? Kështu, cak. Shumë për shembull njerëz janë që rrinë për shpe, nuk bojnë kurrë diçka që me të arrit vërtet energjin, flokt i kemi diqysh, jo të rregullume, edhe normal që tani mundet shumë me ndaro energjia. E mos harroni, nuk kem nevojë me rrit energjin. Energjia është gjithmonë nivel, energjia vetëm ulet. Veç ulet. Okej, a pëbojmë meditimin? Jo, s'pëbojmë. Ardit, s'pëbojmë. Po i zemër, unë këmë thua, mote që e bojmë. Bash bravo qoftë që ka kem su. Po faleminderit edhe për shpjegimin për Zotin Feride, unë nuk po thom vetëm hajt, po kom ja u tregu një ide që 6 muaj që thash, vetëm 54 apo 56% i kom mësu nga ato, edhe pse nga 3 orë. Unë jam pak kështu crazy, sepse për mu jeta, nuk e di, pak e tem për mu jeta thjesht nuk ka vlerë, sepse e di se gjithçka, çdo lëvizje, çdo mendim, çdo emocion, gjithçka ka të bëjë thjesht me çto. Edhe e shoh se sa kom ndryshu unë si njeri, si kur person. A ka gjo ma të bukur se me orë në qatë nivel që vërtet me kuptu gjithçka çka po ndodh në sistemin tonë të mbrëmshëm, me kuptu gjithmonë se pse tu ka shfaq që ky person që tash me të bo ty nervoz. Mos me i vlerësu njerëzit, mos me i akuzu, sa do të flet njeriu keq për ty. Ti ki me qenë poqe, a ka diçka ma të mirë? S'ka. Nuk ka hiq kugjo ma të mirë. Pos fëmi që më kanë lind, kugjo ma e mirë nuk më kanë ndodhë, se sa tashtit që e kom arrit qëtë nivel, që jam e shërume komplet mbrenda meje. Edhe e di çka është thelbi jam, e di ku jam, e di edhe çka ju jepi fëmijëve të mi. Nuk ka hiç kugjo më të vlefshme, edhe pik. Nuk më duhet mu as pallati, as nuk më duhet sen hiç, ma shumë kugjo nuk ndroj me qetësinë e shpirtit. Kugjo hiç.
Edhe kur ki qetësi të shpirtit, kur e kupton se ti je një thesor i vërtet, kur je milioner, po e them apet, brenda teje, edhe milionat e jashtëm kanë me torë. Se nuk ka mundësi ndryshe, nuk ka tjetër mundësi. Absolut hiq. Jam shumë kontrolluse, okej. E për shef, mu ma mor mendja që qajo është. Jo ma mor mendja, po është, më thonë, sarë që kemi probleme me ndonjë pjesë trupit, nonën e djathtë, është pikërisht sepse je ma shumë në energjinë mashkullore. Dhe nëse ke nga ona majt, je ma shumë në energji femrore. E që ta ju thashore që 6 muaj të plota jam të studiu qëtu. Edhe është vërtet, këto që po e thamë unë tani janë shumë pak informacione. Shumë pak. Po, për qëtë arsye jam të e thonë, mos boni as një sant, se me ndoni se mendja ka frikë qëto herë edhe mendja të shtinë me bu gjona me zorë. Gjithë shka një jetën teme, qka të boj, nuk e boj nëse nuk më tërhek 100%. Nuk e boj. Sepse e di që nëse e boj pa më tërhek 100%, unë veç ko me hupe energji që aty. Qajo që ty tërhek, qajo është shërimi jot. A i dini pse? Sepse një energji, diçka që është tërheqëse për ty, kjo të regon që ty tërheq diçka që nuk e ki, edhe për që ata është ajo tërheqëse. Edhe tash për që ata të dush me shku që anej, sepse që ajo ty të shëran. A jemi të e kuptu? Që shpirti pra është tërheq ty si kur magnet, o zot nuk ka gjo matë mirë se kur e kuptoni se saktë që funksionon. Edhe tash për që ata është i quhet edhe ligji i tërheqjes, se ty tërheq diçka që nuk i ki për shembull. E ti tashtit, ty tërheq ajo, diçka që nuk i ki, ti dush me shku tash. Me ndjek që ato, sepse është për me të shëru ty. Edhe ajo që të mungon ty, tërheq. Tashtit ti çka dush me bo, që atë energji që nuk e ki, të më thonë që atë gjo që po tërheq ty, ti dush me integru. Dush me integru, po dush me shku ka që ajo. Edhe në qëtë mënyrë na manifestojnë. Sepse pse tërhekin për shembull paret? Sepse nuk i ki. Edhe tashit parja çka është? Parja është liri. Ajo ty tërhek, tashit më shku ka ajo. Tashit për me arriti qatë pare, të më thonë ajo është energji, parja është energji. Edhe është liri, ajo ta jep ty mundësin për me qeni lirë, ta jep mundësin me ble çka dush me butana tashit. Për me shku, për me manifestu qatë pare ti, të më dhe qatë energji që të mungon ty, ti tash dush me mësu me integru qatë energji që nuk e ki, edhe për me arrit, për me rrit emocionin. Të më thonë është gjithë shka veç proces shërimi, e kur e kuptojmë në qëto, nuk ka gjo më të mirë. Absolut, hiq kur gjo nuk ka më të mirë, sepse ti e din që gjithë shka ndodhë, për një arsye edhe e din që ndodhë gjithë shka veç për të mirën tonde. Edhe në qëtë mënyrë ndalesh me gjyku, ndalesh me vlerësu, ndalesh gjithë shka që është negative, thjesht kime shiqu botën me sy ndryshe, komplet me sy ndryshe. Si të mundem me punu me vetën time, se s'po më del koha zemër. Olma, unë nuk e di se si punon ti, po menaxhimi i kohës është shumë i rëndësishëm. Masi unë mundem, sigurisht se kime mujtë edhe ti. Shumë për juve, shembull, e din që unë i kam 4 fëmijë. Kam, do më thonë, punë tjera që mendja nuk ja merr. Për zotin e madh, mendja nuk ja merr. Amo e menaxhoj kohën shumë mirë. Edhe plus, krahas kësaj, jam shumë spontan. Edhe plus, sa njerëz që më shkruajnë privat, unë çdo herë me shumë një tempo të shpejt ju kthej përgjigje, i marr në telefon, flasim me veti,
flas me njerëzi, e shiqojnë problemin, e mbaroj, hi punëve tjera. Edhe plus, i shiqoj qëto, mësimet e mia që i bëj non-stop, për gjithë shka kem ku e dashur, kur e marrim seriozisht, edhe kur e dim që është diçka e vlefshme, si për shëndetin tam, si për energjin teme, si për familjen teme, si për vizionet e mia. Sepse unë personalisht po them, nuk e më intereson hiç kur gjë tjetër, as nuk flas për asnjë gjë tjetër, nuk e më intereson askush, vetëm vizioni jam, sa mundem me ndihmu njerëz, i ndihmoj. Sepse shumë njerëz që janë këtu, edhe më njohin, e din shumë mirë, momentin që më kanë shkru, unë ju këmë thonë, ju këmë afru, bile, se keshtë të thonë sëgar, gjermanisht, bile ju këmë afru mundësi edhe me hi me fol me mu. Edhe flas, pa e shiqu orën fare. Gjysore, 1 orë. Falja se këmë bo. Sepse është, kur e kuptoni se ku merr një energji, e bani me dëshirë. E Alma, unë nuk e di për shembull, ku merr energjiti edhe ku humb energji. Po nëse fokusohesh ti komplet në energjinë tënde, e kupton se çka po don shpirti yt, jam e bindur se 24 orë ç'sh më thon, kanë me dal apo s'kan me dal. Do të thon, ti ki me pas kohë për gjitha, vetëm ti jesh sa më shumë prezent, sa më shumë prezent. Sot për shembull, hiç më larg sot, unë kom pas plot punë, ama do të thon, nëse kom pas me shkru që tash, qëtu, e ku marrë ku më shkru. Do të thon, jam koncentru qëtu për qëtu, sepse nëse na mendojmë në 10 vena për një herë, pra mendoni energjia shkepet në se di sa vena. Edhe kërkun nuk shkon energji sa duhet, por nëse unë koncentruhem tashtit komplet qëtu, e fokusohem komplet qëtu, unë e qoj energjin vetëm që të pjesë qëtu, edhe e kry shpejt. E kry edhe e kry me rezultat mirë, edhe e koncentrume. E përfundon këta, shkon të tjetra. Në këtë mënyrë mundesh me menaxhu energjin mas miri, edhe mundesh vërtet me adal. Okej, shumë e vërtet, kur vesh nga bukur edhe flokët i ndreqë e rregullon top energjikom. Teshat, rrobat kanë një energji pa parë, është ekstrem. E tashtit unë e thom, unë nuk jam jashtë mosë me dalë, me kur gjo, absolut heq. Ama, veshu mirë, rregullohu mirë, që ti të ndihesh mirë me veten. E tash, jo me u rregullu veç kur ki me dalë. Pse unë e duna me u rregullu veç kur të më shojnë tjerë, veç me au knash synin tjerve, unë për knaqi sytë e mi. E kur knaqen sytë e mi, e kur më përqen vetja, me atë kuptimin, me të pëlqy vetja, mundin mirë, atëherë dhe energjia shkon. Rregullohu në për shpejt, rregulloje pak ftyrën, pak buzët tua, flokët sidomos. Flokët masanej kanë ekstrem ndikim në emocionet tona. Ekstrem. E në këtë mënyrë na mundem me disa detaje të vogla, ama është që mundem shumë energjin tonë na me përdur për të mirë tonë, qysh na pëlqen neve, qysh na bën neve mundi mirë. Për shpjegimin je shumë e mirë, faleminderit edhe ty, Dudi, ju kisha lut nga zemra, mos merrni asnjë gjë personale. Unë nuk po flas absolut në emër të askuj, as nuk po i drejtohem askuj, absolut heq. Unë veç po flas në tërësi që me kuptu pak a shumë se si funksionon thjesht puna edhe dijes, puna e mendimeve e gjithçka, pra do të thonë kësaj pjesës skrimit. Mos harroni se na jemi krijues. Na 24 orë edhe në gjumë ti keme manifestu. Na jem të manifestu non-stop.
Edhe për momentin që tash që mu jeni të më shqyqu që tu ju veç jeni të manifestu. Nuk keni nevojë çdo herë veç me ul, edhe me thonë tash po ul apo manifestoj. Jo, njerëz dashur, ju jeni të manifestu non stop. 24/7. Okej? 24/7 ju jeni të manifestu. Edhe jeni të kriju. Jetën që jeni të e jetu që tash për momentin është thjesht rezultat i mendimeve tua. Mboret para një kohë që ka ke mendu. Krejt është manifestim. Pse po e thëmë këto? Sepse e di nga vet jeta jeme. Qka e kum fol, qka e kum thon, qka e kum mendu edhe qka e kum dje unë vetëm të e jetu. Bile, tashtit me vedije ndryshe, amo për para u konë më ndryshe. Amo krejt, gjithçka deri sot, unë e komplet vetë ku manifestu. Komplet vetë. Unë e kam që disa vjetë fokuson vetëm të një fëmi, e tjertë i haroj. Të një fëmi? Si po me ndonurien vetëm të një fëmi? A pet u bo vonë, pa e bo me meditimin. Okej. Për një me duhet me fillu me bo meditimin. E që kjo është ma e mira, e një të po se kur të pëlqen diçka thjesht shkrijesh për momentin edhe nuk të intereson ora as kur gjojë, e që kjo është frekuenca ma e lartë që na manifestojnë. Thjesht pëlqen aty, edhe në qëtë mënyrë, në qëtë nivel duhet më rrit gjatë gjithë ditës. Jo veç më ullë me meditu, me medituru vetë me meditu. Edhe sot e kum pas një person, një bisedë me një person që thjesht më ka habit sa shumë i ka bo dom meditimi i detyrueshëm. Është e pabesueshme. Okej, dona unë këtë do ta çoj ashtu kështu do ta postoj në YouTube. Je yll, Albana nga Vesiceburg, nuk dëgjosh? Nuk po dëgjona, vërtet? Apo dëgjona, s'po dëgjona? Une te Agron Bekirovski, nuk e di a njefni dikush për juve, a se njefni. Është jeton në Dubai, është një mentor që unë njoh mentor edhe gjerman edhe anglez, sepse edhe anglishtën e flas amerikan, amo ky është diçka, për mu kjo është një jashtëtoksor, është një zheni e vërtet. Askush s'ka më rri me ma hap zemrën, me ma bu zemrën e Luanit sigur ky njeri, është e pabesueshme. Edhe a dini pse i kum besu në këtij mas shumti? Sepse ja njoh edhe jetën private. Edhe unë këto e mendoj shumë shpesh, e thon. Për me u bin ma shumë, se çdo fjalë që po t'i thot një mentor, i ka jetu vet, edhe i ka arrit vet çdo gjana, dush me ja njoh pak edhe një pjesë të jetës vet private. Edhe unë shumë shpesh për shembull shumë postime që i boj, sinqerisht po e them, mos më paskon që drejtim, unë që tash fix mas që ti lojfi i kisha mbyll komplet rrjetet sociale. Bile, më ka shku menja me bo një challenge edhe me juve, për një jo, mos mi përdor telefonat fare s'bashku, vetëm kur ti mbrëmje live, me bo reflektim si kur tani. Tani që kem pas me mendimet negative, më fokusu ma shumë mendimet, më ka shku menja me bo s'bashku me juve, me mbyll rrjetet sociale. Ama unë e kom pak problem, sepse unë e kom edhe profesion, nuk e kom vetëm hobi, sepse në këtë njërë mu njerëzit edhe më kontaktojnë edhe për hipnoza edhe kështu, më ka shkupenja sepse vërtet duhet kemi shumë kujdes. Se di po, a njef dikush Agron Bekirovskin apo se njefni? Nga cili mentor kemi dhe në ndëgjoj shumë, ti ndëgjoj me shumë dëshirë, po rezonoj me zërën dhe aurën të ndë. Faleminderit shumë Iliriana e në këtë mënyrë zamër dhe pro. Qysh thash edhe one, kom ndjek mentor shqiptar nuk ndjeki absolut hiq as kënd. Hiq, jo
pse nuk du, une personalisht nuk kam kur kundër dikuj diçka, Zotin na ruaj, sepse e di edhe çka frekuenca janë me qenë kundër dikuj, janë frekuenca tepër të ulta, por që nuk rezonojnë me mu. Edhe unë thjesht ato që ma sugjeron shpirti jam, thelbi jam, aty shkoj. Te Agron Bekirovski, prej se ja kom po videot e pora, ai person ka rezonu total me mu. Edhe apo e shifni, kur e kuptojmë gjuhën e shpirtit, kur e kuptojmë shpirtin, ai bre e din veç ku duhet me të quhe. Ti veç kimi besu shpirtit tonë, kërkuj tjetër mos i beso. Edhe tani që jam këtu, për Zotin e ma, unë nuk e di, unë jam komplet pa fjallë. Kom qenë edhe në seminare ti, këtu në Cyre, edhe tani që jam shkollën e ati, është e pa besueshme, jemi ekstrem shumë persona, edhe aty i shoh përjetimet e njerëzve, shërimet, transformimet, si me financa, si me gjithë shka life, edhe kjo është abnormal, thjesht është abnormal. Edhe vetëm tërhiqni zemrën, do më thonë ndjekni zemrën e juve, shpirtin e juve, qaj person që rezonon me ty, te qaj shko, qaj që së rezonon me ty, po të regoj drejt, ti veç e ka merë informacione, a mo je ty e pështjel trunin tonë. Nuk je të bo kur gjohiq, nuk je ka kjarcosh, njëjtë më ka ndodhë mu, njëjtë. E kështu që nëse unë personalisht nuk rezonoj me ty, kur mos hajtë në profilin tam. Nuk ki nevoj se veç ki me hupe energji, sepse qështu funksionon. Por nëse rezonoj me ty, hajde, na jemi njerës edhe mundë me ndryshu. Unë kom dëgju për shamut që thojnë, mentor tjerë, nëse regjistrosh në grupin tam, e nëse shkon dikun tjetër, unë mo nuk të pranoj ty më këthy. Për mu kjo nuk është normal, po si cili ka ligjet e veta, une kom qef shpirti me undje i lirë, shpirtat me undje të lirë, ku të kish dëshirë me shku, une vetëm po thomë që mirë kuptoje trupin tonë dhe shpirtin tonë, sepse ata komunikojnë me ty non-stop. Non-stop. Nëse po tërhek qaj person, shkote qaj person. Sepse kur ty tërhek diçka, është pikrisht që qaj person e ka që ti nuk i ki. A je ty kuptu? Edhe për qatë arsye të këti ndohë masane i shërimi. Edhe kaqë. O, Gjekit, përshëndes shumë, zemër, edhe ti e ka shkëlqen shumë, edhe pse s'po të shoh, po ta ndjej energjin. Po ta ndjej energjin, tash, unë i bëj njerëzit me dyshu, kur thonë po ta ndjej energjin, i bjen sikur kur unë jam një jashtë toksor edhe kom qatë shumë fuqi mrena meje, ama sinqerisht energjia ndjehet. Unë nuk jam një jashtë toksor, as nuk jam zoti, as nuk jam kërkushi, jam thjesht një fiqëri që po dalë po foli para juve, veç vërtet energjin munda me ndje shumë. Munda me ndje, sepse se cili mundi me ndje ku punani me vetën. Apo dëgjona, okej, po dëgjona shumë. A përshim në une ku marru krejt që si më kanë dëgjona ty fol. Okej. Jo, nuk e njof, edhe njerë emrin që shë mund të shkruash emrin e ti, kush e kupton gjermanishtën, edhe keni dëshirë me u lajmëru tek Agron Bekirovski, mundeni me bo përmes meje, sepse unë bashkë punoj me ata. O, për Zotin e kisha bodhë që challenge, nëse ju jeni dakord, e bojmë zbashku. Amore duhet me i pak ma shpesh. Se kur të më shkruaj njerëzit dhe s'ja u kthej përgjigjen, atëherë i bjen sikur po i ignoroj. Po nejse kur e kuptoj njerëzit që jam në çet challenge, atëherë më ndryshe. Amo sinqerisht, nëse keni dëshirë, e bojmë, pse ju, me shumë kënaqësi. Unë kam ndjekur edhe të tjerë, po si di se si jam përshtatur me shumë me ju. Dona zemër, e thash to pikërisht sepse unë kam diçka që ti ki dëshirë me pas, edhe për qatë arsye unë rezonoj me ty.
Përpara i kanë thonë simpati, po kjo nuk është simpati, kjo është thjesht tërheqje, shërim, na dhe partnerat, burrat, gratë që i kemi partner që i tërheqim jetën tonë, i tërheqin thjesht për më na shëru. Mua më pëlqen shumë energjia jote të qerie, je mrekullueshme ti drejt. Faleminderit shumë Majli. Okej, atëherë e bëjmë meditimin se sinqerisht u vanum shumë, o Zoti i madh. Okej. Ama s'ka lidhje se është gjithçka, janë tema shumë dobishme. Nuk janë lajme negative, por janë ushqim i trurit vërtet. Vetëm ta gjojmë një muzikë çtu pak më të mirë. Edhe po vazhdojmë, ju mundeni me u bogati, me u rahatu, me u ul. Është një meditim diku 5 minuta gjatë i shkurt. Është shumë i shkurt. Apo ju pëlqen muzika? Apo doni një tjetër? Ja, pa ma një tjetër, se plas. A keni ndonjë pyetje tjetër, njerëz dashur? Keni me pyet diçka? Sonte e kem notën e fundit për këtë challenge. Tani, une nuk e di se çka vjen për meje, se më varet krejt që kam tërhek shpirti jam. Ku më udhëzon shpirti jam, une çka ta e bëj? Nuk bëj as një gjë se më duhet. Absolut hiq. As nuk programoj, nuk bëj programe përparshme shumë, sepse e di që kur programoj, largohem prej shpirtit tam. Edhe nuk mëj me tërhek, me Haleluja ishte. Haleluja ishte? Konga? Qa ta për donë Blendina? Për që ata nuk i duhen shumë planet afatgjate, për shembull, ose shumë të hershme, sepse unë i besoj shumë shpirtit tam, i besoj shumë energjisë time, edhe ajo që më tërhek ato e bëj, sepse e di se çajo është e duhura. Sa që bojmë planet janë shumë të mira, po kur bojmë plane shumë zakonisht sepse duam me qenë të sigurt e potenciali i plot për me arrit ato që dojmë është doher ajo pjesa e pasigur që është, e pasigurta, e pa njohura. Një tjetër që i përshtatet pak më shumë meditimit. Sa autentike je, faleminderit shumë Blendina. Une edhe me dasht me u bo pak më ndryshe, me dasht prej vetes tame me dal nuk mundem, se nuk nihem rahat. Nuk nihem rahat për Zotin e madh, nuk nihem rahat. Kur s'muj me qenë vetë vetja, edhe e di se sa është dëmshme me i vendos vetit maska. E une nuk e kam ndërmend me i vendos vetit maska vetëm për me arrit disa qëllime, ndoshta une muj me më rrit qëllimet e mia dhe pa maska. Se kum thonë, e thonë çdo herë dhe e thonë edhe e thonë, ata njerëz që rezonojnë me mu, vinë, ata që s'rezonojnë me mu s'duhet më ardhmë, do është shumë është okej. Kështu që unë autentik, ju jeni autentik, sepse për ndryshe s'do të kishit qenë në profilin tam, sepse për njerëz tjerë ndoshta jam crazy ose s'jam normal hiç. Okej, apo ju pëlqen që kjo muzikë? Faleminderit shumë. Albana, apo emri? Albana e kam një vajzë tagjes, ma kujton shumë Femerin, kur e përmend emrin Albana, se kemi lujt shumë bashkë. Është muzika e mirë. Është kështu një ton, do më thonë pak si
Basic, Albana, e gëzofsh Albana emrin. Okej. Ulluni, ku mundeni me ull, akomodoni. Para se të fillojmë, zgjedheni, qartësohuni pak çfarë jeni për momentin, cila temë është aktuale te ju që doni me pranu. Një temë që nuk mundeni me ndryshu, por thjesht duhet ta pranoni. Kjo është meditim, me meditim na i pranojmë gjanat. Me hipnoza ndryshohet ajo që mundet me ndryshu. Pra zgjedheni, mendoni pak, çka është ajo temë aktuale që ty po të mundon për momentin, që nuk mundesh ndoshta me ndryshu, por thjesht ta pranojmë sonte. Ta shohim nga një perspektivë tjetër, edhe ta pranojmë. Kur t'jeni gati, kur ta keni vendos, në fakt u dash me avone që të pyetje në fillim, kur hina në live, por është okej. Zgjedheni tani një temë që e keni pra aktuale, që ju shqetëson, edhe thjesht duhet ta pranoni. Kur ta keni gati, më tregoni. Atëherë filloj. Sigurisht se cili prej neve ka nga një temë. Përshëndetje Elena. Si të kam? Mu Elena, e shef kuna qon jeta, kuna qon shpirti. A jeni gati? Nëse jeni gati, ju lutem tregoni edhe të fillojmë. A jeni gati apo s'jeni gati? Për ndryshe unë po filloj nëse nuk marr përgjigje. Ata që fillojnë, ata që s'fillojnë. Are you ready? Mostrime serioze, na myti serioziteti. Po gati jena, okej, shumë mirë. Gati, okej. Gati, okej, shumë mirë. Shumë mirë. Atëherë ne po e mbyll kamerën edhe po filloj. Ready? Yes. Okay, let's go, beautiful people. Okay, atëherë merr frym. Thill. Ndjeje trupin tënd të bukur. Merr prap frym thellë. Dhe tani dili vetës përpara. Shiqoje veten me një shiqim të jashtëm. Po vazhdojmë, sepse këto reklamat. Thjesht dili vetës përpara. Shiqoje veten. Dili vetës përballë. Koncentrohu në fjalët e mia. Shiqoje veten tënde. Shiqoje veten tënde me një shikim të jashtëm. Çfarë problemi, shqetësimi ka?
Shiqoje veten me një shikim të jashtëm, pra qëndroj vetes tënde përpara. Shiqoje veten aty ku je ulur. Shiqoje veten tënde aty të ulur me problemin që e ka, me shqetësimin, apo me atë sfidë që e ka aktualisht. Shiqoje veten, problemin tënd apo atë sfidë që e ke aktualisht, nga kjo perspektivë meditive. Thjesht shiqoje veten, qëndroj vetes aty përballë dhe thjesht shiqoje veten tani. Shiqoje problemin që e ka vetja jote dhe lere aty. Çka është ajo gjë? Por mos e vlerëso. Mos e vlerëso. Çfarë do qoftë, ai problem apo ai shqetësim që e ke për momentin aktualisht në jetën tënde, vetëm shiqoje, pa e vlerësuar. Pa e vlerësuar, vetëm shiqoje. Mos e vlerëso, as mos e gjyko. Lëre të jetë aty. Shiqoje problemin apo shqetësimin që e ke për momentin nga një perspektivë tjetër. Shiqoje nga një perspektivë meditive dhe lëre të jetë aty pa e vlerësuar. Ti e din çfarë të shqetëson për momentin. Thjesht lëre të jetë aty. Mos e vlerëso. Mos e gjyko. Tani paramendo ti ngjitesh më lart nga aty ku ishe, duke e shiquar veten tënde nga një perspektivë tjetër. Fillo të ngritesh lart dhe duke shiquar veten tënde aty ku je ulur apo shtrirë. Ngritu me lart. Ngritu me lart, sa më lart që ngritesh. E shiqon veten tënde nga lart aty poshtë ku është e ulur apo e shtrirë. Shiqoje veten aty në atë shtëpinë tënde ku ndodhesh tani, të ulur apo të shtrirë, nga lart. Shiqoje veten tënde nga lart, me shqetësimin apo problemin që e ka. Shiqoje nga lart, pa e vlerësuar, pa e gjykuar. Tani ti po ngritesh edhe më lart, edhe më lart, edhe më lart, e po shiqon veten atë shtëpinë tënde shumë të vogël tani. Me atë problem, me atë shqetësim. Tani ti po ngritesh edhe më lart, edhe më lart. Po del mbi gjithë vendin ku ndodhesh aty. Tani ti shef edhe shumë shtëpi të tjera me njerëz të ndryshëm. Të gjithë me mendime të njëjta, me shqetësime dhe probleme të njëjta. Ti e shef edhe më lart duke u ngjitur
ti shef edhe më shumë njerëz, që të gjithë janë ashtu si ti, me mendime dhe me shqetësime të ndryshme. Të gjithë jemi njëjtë. Shiqoje veten nga kjo perspektiv tjetër, ngjitu lart e më lart dhe shikoje tërë botën. E gjithë bota, miliarda njerëz janë në shtëpitë e tyre po ashtu si ti, në mendimet e tyre, në shqetësimet e tyre, me problemet e tyre. Tani ti e kupton që nuk je i vetmi. Të gjithë këta njerëz janë njëjtë sikur ti. Në mendime, me probleme dhe shqetësime. Mos i fajso, mos vlerëso, as mos gjyko. Shiqoj miliarda njerëz në të gjithë botën. Shiqoj nga lart, shiqoj edhe veten tënde bashkë me këta njerëz. Si të gjithë jemi në mendime, thjesht në mendimet tona. Por mos i gjyko, mos i vlerëso. Është okej. Tani mëso ti pranosh ato. Është shumë okej të kesh mendime. Është shumë okej të kesh sfida, shqetësime apo probleme. Por sa më shumë që mëson që ti shiqosh ato nga një perspektiv tjetër, aq me pak vëmendje do ju japësh atyre. Mos e fajso vetëm. Mos i fajso mendimet e tua. Lëri aty është okej. Është shumë në rregull. Ti tani e kuptove që nuk je i vetmi me këto mendime. Shiqo botën edhe njëherë nga lartësia. Shiqo miliarda njerëz. Të gjithë i kanë mendimet e tyre. Me probleme dhe shqetësimet e tyre. Ne të gjithë jemi njëjtë. Të gjithë jemi të lidhur me njëri tjetrin. Tani zbret nga dalë më poshtë. Eja më poshtë, por ti e ndjen dhe tani e kupton se thjesht janë mendime, si gjithë të tjera që kanë mendime, kanë shqetësime, kanë probleme. Por sa më lart që ngjitesh dhe e kupton që të gjithë i kanë ato, e pranon. Kur pranon dhe nuk fajson, ti nuk i jap vëmendje. Nëse është ndonjë simptom patologjik ose nëse është fjala për ndonjë sëmundje, është e kuptueshme nëse të shqetëson apo të bën merak. Por edhe këtu, sa më pak që e lejon, sa më shumë që e lejon, sa më pak që e kundërshton,
aq më shumë. Lirohesh. Sa më pak vëmendje, aq më qetë mendja. Sa më qetë mendja, aq më i bukur bëhet emocioni. Sa më i bukur emocioni, aq më lart vibron. Tani, shiqoj vetës tënde ende përballë, me shikim të jashtëm, nga kjo perspektivë tjetër. Dhe me atë perspektivë të pranimit, të mos gjykimit dhe të fajsimit, kthehu prap tek vetja jote në trupin tënd. Dhe ndjeje sa më e lehtë është tani zgjidhja e problemit dhe sa më i lehtë që bëhet shqetësimi. Sepse ti tani e kuptuar që është thjesht mendimi dhe vlerësimet e tua që i japin vlerë asaj teme që ke për momentin. Tani ti e kthyer prap në trupin tënd, në veten tënde dhe ndje një lehtësi. Dhe tani ti gjithçka shiqon nga një perspektivë komplet më ndryshe dhe është gjithçka më e pranueshme. Dhe me këtë perspektivë të bukur, kur ti jesh gati, mund të kthehesh prap këtu dhe në tani. Okej. Kjo ishte pra një meditim. Po e shihni, meditimet janë zakonisht shumë të shkurta. Ndoshta s'keni flajt sikur me hipnoza. Tregoni pak si ka lut, edhe si po e shiqoni tani, është vërtet me një perspektivë më ndryshe, sepse na vërtet shumë fokusohemi në ato që ka po përjetojmë për momentin edhe lojmë gjithçka tjetër me na ik. Si e përjetuat? Faleminderit edhe juve shumë faleminderit që ishit këtu me mu për këto ditë. Edhe shpresoj që keni marrë diçka me veti, shpresoj se këtë content, këtë dije të shpërndani me tjerë, sepse vërtet në qëtë mënyrë na e ndihmoj njëri tjetrin më shumëti. A e dini sa njerëz kanë nevojë shumë për diçka të tillë. Kjo është ushqimi më i mirë që mundem ja dhon vetes tonë. A po e ndjeni një farë lehtësimi, domethënë në bazë asaj që çka është ajo prek për momentin. Bane çdo her pas here, bojeni her pas here sa herë që ta ndjeni të nevojshme. Vërtet kanë shumë efekt. Edhe sa më shpesh që i përsëritim këto gjëra, efekti është çdo herë edhe më i madh. Okej, nëse keni ndonjë pyetje për fund, mirë, nëse jo, atëherë unë ju përshëndes shumë, ju uroj çdo të mirë edhe sigurisht se do të shihemi prap, por po e them se nuk e di çka do të vjen nga ona ime, që thash më herët, me që unë jam shumë tip shpirt spontan, sepse nuk du t'ja limitoj vetes asnjë gjë. Po shumë
Okej, shumë mirë. Okej. Atëherë një mbrëmje shumë të mirë, një natë të mirë, një gjumë të mirë, edhe miru pafshim, edhe çdo të mirë tjetër në jetën e juve ju uroj. Bye bye. Miru pafshim.